Italia Mafian is better. It's good. Inspektori I policisë vret qytetarin, I thot vrite. Nuk ka siguri në gjithë territorin shqiptar, se po t'jem unë, kriminist ose president Republike, ose drejtor komunalje, nuk ka shans që të vritet adoleshenti me adoleshentin. Qa të thëmë më tepër? Pse s'ka shans? Po s'ka shans që nuk të falë unë jam për shtet ligjor, demokratik, jam krye demokrati I botës globale. Kurse këtu është inspektori I policisë vret qytetarin, I thot vrite. Pra ka fajnë policia, thoni? Inspektori I policisë vrite, thot Ramazanin. Më falë, kom zërin, ma të shi. Dora të shi, unë kam zërin. Inspektori I policisë. Nuk shkon të bëj punën, po pret kur ndodhin ngjarja, kur ndodhin ngjarja, policia ishte, po pse shkon ngjarja? Po që shkon? Fajtor janë organet ligjzbatuese edhe drejtësia. Edhe drejtësia shqiptare. Edhe politika është e shpatalluar. Politika? Po. Nuk funksionon shteti shqiptar. Nuk ka shtet. Votuesit e parë. Ku shok do? Janë votues që do votojnë për qeverinë e re. Ku shok qeveria e re? Janë italianë, duhet bëhen shtetas shqiptar. Kjo tani. Në qëse nuk kalon mbrojtja 24 detyra kriministe ose president tek unë, Shqipëria nuk ka siguri të vinë italian, gjerman, amerikan, se unë jam Amerikan. A kupto, të vinë nga çdo vend I botës nuk ka siguri Shqipëria. Ta thash, inspektori I policisë sot vrite zonjën fala. Vrite zotërin. Po thash, po e zotërin. Vrite Ramazanin pra thot. Po 4 inspektor policie I kam quajtur unë ke drejtori I policisë shtetit. I keni denoncuar? I kam quajtur që duan me vrak kriministin ose presidentin. Pse? Sepse unë jam me Amerikën, jam me ligjin, jam pro ligjit. Po, kush ato nuk duan Malicin. What about Albanian mafia? No, you don't speak Albanian. And I don't speak Italian. No, Italia Mafian is better. It's good. Bye. Vetëm Italia Mafia, thot, s'ka tjetër. Shikon vetëm mafia italiane mbi zotron. Ku? Taksinat që billë javë tjetër. Ktu dhe jashtë. Dhe gjo këtu. Këtu nuk, mafia është e zbuluar. Kush e ka zbuluar? Kaftot? Është e zbuluar mafia. Kush e ka zbuluar? Mafia, kokat e mafjes janë politikant 120 deputet në parlament. Po pse më politikanë shkuan dhe vrantën 12 natës në kafe? Po politikani nuk di me di për qytetarin. Po dhe policia s'do me di. Edhe policia, I bie 3 policia në çdo lokal, 3 na I polic. Tani, unë ta thash hapur. Çfarë do bëhet ti po të ishe në vend kryeministri? Me fjalë, kur të dalin nga mëngjesi qytetari apo qytetarja, të mendohet që t'i flasim mëngjes tjetrit. Të mendohet. Apo I flasim ne mëngjes njëri tjetrit? Ore, nuk ekziston re. Pse jemi për Apse kështu ti, e se unë me ty. Jo, përgjithsisht. Përgjithsisht nuk ekziston. Pra, kjo ka çuar edhe tek vrasja. I ka përqa politika popullin shqiptar. 3 forca politike. Partia Socialiste, quhet Parti Socialiste, post-komuniste, Partia Demokratike, Parti Socialiste, post-komuniste, Partia e LSI-s ose e Liris, Parti Socialiste, post-komuniste, sistem komunist me ekonomi tregu. Dëmo, sistem komunist. Tregu çamë po tregu me dresës. Ekonomi tregu me Kinën, me Vučićin, me Putinin, me Melonin, me Grekun. Këto nuk e duan Amerikanin. Pra ne duhet vrasin Ramazanin. Pra ne duhet vrasin Ramazanin. Tu me të vra? Po. Pse? Mbi 20.000 atentate kanë bërë drejt tani. Ndaj teje. I kam quajnë spake, ka se kam quajnë gjithçka. Kanë rasti qetësi tani largoi ka thonë se jemi zbuluar. Mafia është në parlament. Ja ti e kamufluar kështu me kapele, me Jo, jam atetari dhe patri më i madh për komë qytetar.
E pas ka lënë dhe mjekër si Edi Rama. Jo, e kam pas me të gjatë, se kom gërshërët si e krasis. Kom gërshërët e krasis kur du, i kom gërshërët në gjep. Pra, kur ti ti kryeministër, edhe berberin do e kursesh për të mirën e kombit. Jo, unë jam për të shërbi kombit. Po, Për 24 orë, unë zhduk varfërin. 24 orë. Për 24 orë t'ja fjallin. Një 3 pika si do zhdukësh ti varfërin për 24 orë. Po të rëgjës sekretin unë e bani tjetëri. Thotë ai zanatën e vet. Për 24 orë bëj 1 milion pensionin. 1 milion. Për 24 orë. Ndimen ekonomike. Për 24 orë 600.000 lekë të vjetra deri kur t'i gjej punën. Çdo personi. Çdo personi. Kurse Kembi, grupi parë 600.000. Grupi ditë 400.000 lekë të vjetra, grupi 3 800.000 lekë të vjetra, grupi 4 1 milion e gjysëm. Ku do gjesh to lek? Po i ka hangër gjarpri. Fala. Gjarpri. Na treme, ha. Gjarpri pa kam. Kush është ky gjarp pak kam? 120 gjarpri në parlament. Ata kanë këm? Jo, janë pa kam ato. Sa ato kanë bo pazarin, edhe, nuk e thëmë do të to, më fala, kanë bo pazarin bashk, Saliu shiti partinë këtë radhë, bëri pazar me mikun tim, Ramen. E kam mik Ramen, po që kam pa hajrin. Çe do të mik ti që Po të shumë mik, mi mirë i keq, kam mik. Edhe po e shikojë ngjaje pak shumë e rëndë. E kam mik, po nuk ka bërë asgjë deri tani. Kurse Saliu bëni pazar, tha, ora më tha. Aman tha, mere pushtetin, tha, më shën burg. Saliu të shkojnë burg, ke liri. Dhe të shkojnë rrishto. Rama të shkojnë ma vonë, i funit. Jo, Saliu ka thënë që edhe një 10 vjet tjera aty e kemi. Ku e kemi? Kryet PD-s. Saliu do shkoj ke Ilir Meta, të haj gazeta, dhe pastaj i funit arrestohet miku i me Edi Rama. I funit. Masi të arrestohen gjithë. Po pas kemi shumë gjatë do shkoj. Mbi 5.000 figura politike. I bie edhe një 10 vjet. Sa i Pelingi tha 1.800, mbi 5.000. Atëherë i bie që të arrestohet Edi Rama kur të vej në moshën e Sali Berishës. Jo, në qëse Edi Rama bo një hap pas, ja kom kërku une. Edhe i dërzo të ditë unë, dhe bashkëpunim bashk, përkohësisht, dhe sa që kënë të 5.000 figura politike, e në Rama thotë një, o miku im, hajde më shoti, ke burgu, dhe më shështi, i se më shkoa dërzo vetë, se e ke ma të letë, kur të vitet të këj une, të të bi ushime, se s'ke lek, me mangër. Ramës, se unë mori 160.000 lek në kemp invalidi. Bashkone me 160.000 lek vjetra, jeton njëri ju? Ti merr kemp invalidi. Invalidi 160.000 lek, se 7 vjetë. A jeton njëri ju me 160.000 lek vjetra? Prandaj ti do bësh kryeministër që të rregullosh veten rreth parë, se po rregullove veten nuk rregullon dot popullin. Unë që të rregulloj popullin, e kom rregullu veten, se më kap. E shqisoj me popullin. Po më kap mua jo.